Qoftë lëvduar Jesu Krishti, mirëmëngjesi për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është diel dhe jemi në javën e 18 gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java e 2 e psalterit. O hyjma e janë ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdioatit e birit të shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Ja tash mahia e natës porallohet, agimi dritës në të kuq flakron. Në çdo përpjekje të gjithë, le të lypim të plot pushtetshmin. Që hyji i dhimbshëm për ne të largoj çdo angështi, të na dhuroj shpëtimin, na dhën dhe neve nga mëshira e Atit mbretëritë e qiejve. Këtë na dhuroft hynia e lumnueshme e Atit, e Birit dhe barazi e Shpirtit Shenjtë, lavdia e të cilëve u shtof në përmbar botën. Amen. Antifona e parë. Bekuar qofta e që vjen në emër të Zotit. Aleluja. Psalmi 118. Këngëzimi dhe fitoreje. Lavdërojeni Zotin sepse është i mirë, sepse amshuar është dashuria e tij. Le të thot tash të Izraeli se ai është i mirë, e amshuar është dashuria e tij. Le të thot tani shtëpia e Aronit, e amshuar është dashuria e tij. Le të thon tani ata që e druajnë Zotin, e amshuar është dashuria e tij. Në vështirësi e thira në ndihmë Zotin, Zoti më dëgjoi edhe më shpëtoi. Zoti është me mua, zdruaj se kaq më bën njeriu. Me mua është Zoti ndihmtari im, për asgjë i bëj armiqtë e mi. Më mirë është të strehohesh te Zoti, se të kesh besim në njerëz. Më mirë është të strehohesh te Zoti, se të kesh besim në princa. Me rrethuan të gjithë paganët i shfarosa me fuqi të emrit të Zotit. Rreth e për qark më rrethuan, por i shfarosa në fuqi të emrit të Zotit. Më rrethuan por si bletët, por si zjarr që merr flak ndër fera, por i shfarosa në fuqi të emrit të Zotit. Më shtyn, më dhanë shtytje për të më rrëzuar, por Zoti që ndihma ime. Fuqia ime e lavdia ime është Zoti, ai është shpëtimtari im. Ja brit magazimi e ngadhnimi në tendat e të drejtëve. E djathta e Zotit u madhërua, e djathta e Zotit më lartësoj, e djathta e Zotit u madhërua. S'do të vdes të jetoj dua, do t'i kumtoj veprat e Zotit, me ndëshkim të rëndë Zoti më ndëshkoj, por nuk më lëshoj në duar të vdekjes. Mi hap një dyert e drejtësisë, dua të hyj e t'i thur lavde Zotit. Ja, këtu është dera e Zotit, në për të do të hyjnë të drejtët. Do të falenderoj sepse më ke vështruar dhe u bëre shpëtimtari im. Guri që e qitën jashtë përdorimit ndërtuesit, erdhi e u bë guri i këndit. Zoti e bëri këtë gjë sa mrekulli për sy tanë. Kjo është dita që na e dhuroi Zoti, të galdojmë e të gëzojmë në të. Ma jep o Zot shpëtimin tënd, deh o Zot jep të mbarën. Bekuar qofta e që vjen në emër të Zotit, po ju bekojmë nga shtëpia e Zotit. Hyj është Zot, ai na ndriçoi, rendituni të gëzuar në rreshtin kremtor, me rrema në dorë deri në ballë të lterit. Ti e hyji im, ty të falenderoj, ti e hyji im, unë të madhëroj. Lavdërojeni Zotin sepse është i mirë, sepse amshuar është dashuria e tij. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Aleluja. Antifona e dytë. Ti këndojmë një him Zotit hyjë ton. Aleluja. Kënga marrë nga libri Danielit profet kapitulli 3. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin. I bekuar jo Zot hyje e tërve tanë. I lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar emri i shenjtë i lavdisate. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në tempullin e lavdisatit të shenjtë. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në fronin e mbretërisate. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je te që shqyrton humnerat e që rrimbi kerubin. I lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në kupën qiellore.
I lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ti këndojmë një himn Zotit, hyji ton. Aleluja. Antifona e tretë. Lavdërojeni Zotin sepse ai është i mirë. Aleluja. Psalmi 150. Çdo krijesë le t'i jap lavdi Zotit. Lavdërojeni hyji në shenjtrorin e tij. Madhërojeni në hapësirën e kupës qiellore. Lavdërojeni për veprat e madhërueshme të tij. Lavdërojeni për madhërinë e madhe të tij. Lavdërojeni me zë të boris. Lavdërojeni me harpe me citar. Lavdërojeni me tupa në valle. Lavdërojeni me korda e me fyej. Lavdërojeni me cimbale tingëlluese. Lavdërojeni me cimbale brohurie. Gjithçka që merr frym, le ta lavdëroj Zotin. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë i jetës. Amen. Lavdërojeni Zotin, sepse ai është i mirë. Aleluja. Leximi i shkurtër marrë nga libri i Ezekielit profet, kapitulli 36. Kështu thot Zoti: do të zbraz mbi ju një ujë të pastër dhe do të pastrohenin nga të gjitha ndyrësitë tuaja. Do t'ju pastroj nga të gjithë idhujt tuaj. Unë do t'ju jap një zemër të re, një shpirt të ri do ta fus në ju. Do ta nxjerr nga mishi juaj zemrën e gurtë e do t'ju jap një zemër mishi. Shpirtin tim do ta fus në ju e do të bëj që të ecni urdhërimeve të mia e t'i zbatoni e t'i shtini në veprim gjyqjet e mia. Përgjigje e shkurtër. Të falenderojmë o Zot dhe e thërasim emrin tënd. Të falenderojmë o Zot dhe e thërasim emrin tënd. I shpallim mrekullitë tua. Dhe e thërasim emrin tënd. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Të falenderojmë o Zot dhe e thërasim emrin tënd. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Unë jam buka e jetës, kush vjen tek unë nuk do të ketë më kurrë uri, kush beson me mua nuk do të ketë më etje. Kënga i Zakaris sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti i hyj i Izraelit, që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimit që bëri në të mirën e Abrahamit, ati ton, se do të na e bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shetëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. E ti o djalosh do të quhesh profetit të Tejit Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët, për ta vënë dieni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në sajë të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Unë jam buka e jetës. Kush vjen tek unë nuk do të ketë më kurrë uri. Kush beson në mua nuk do të ketë më etje. Lutjet e besimtarve. T'ja shprehim lavdin shëlbuesit ton, i cili erdhi në këtë botë që të jetë hyj me ne. T'i brohorasim. O Krisht, mbreti i lavdis, drita dhe gëzimi ynë. O Zot Jezus, dritë që vjen nga lartësitë, fryti i parë i ringjalljes së ardhshme. Bëj të shkojmë pas teje që të mos rrim në hijen e vdekjes, por të ecim në dritën e jetës. O Krisht, mbreti i lavdis, drita dhe gëzimi ynë. Na e trego mirësinë tënde, me të cilën përmbush çdo krijesë, që kudo dhe në gjithçka ta vërejmë lavdin tënde. O Krisht, mbreti i lavdis, drita dhe gëzimi ynë.
Mos lejo o Zot që sot të na robrojë e keqja. por bëj që me të mirë të fitojmë mbi të keqen. O Krisht, mbreti i lavdis, drita dhe gëzimi ynë, Ti je pagzuar në Jordan dhe je shuguruar me shpirtin shenjt. bëj që edhe ne sot të veprojmë të nxitur nga shpirti shenjt. O Krisht, mbreti i lavdis, drita dhe gëzimi ynë, Ati ynë që je në qiell, u shenjt rofte emri yt, art mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi. Në ndihmo o Zot një shërptorët e tu, dhe për herë tregohu i mirë me ne, e pasi mburemi se je krijuesi dhe sunduesi ynë, përtrinë në ne çka të pëlqen e atë që përtrinë bëhet të qëndrueshme, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekof, na ruajt për çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.